Horoskopi javor, 3 deri në 9 nëntor 2025, dashi, 21 mars, 19 prill. Këtë javë do të ndjesh një shpërthim energjie, si një zjarr që digjet brenda teje dhe të shtyn të veprosh. Por vjet të këshillojnë ta përdorësh këtë energji me mençuri. Mos e harxho në grindje që s'të çojnë askund, apo në betejë që e di që nuk vlen për t'i ruajë fuqinë tënde për ato që vërtet kanë kuptim, për projektet që të japin ndjenjën e përmbushjes dhe për njerëzit që të japin paqe. Do të jesh më i fortë kur të mësosh të thuash jo atje ku nuk ja vlen. Në fund të javës do të ndjesh një lehtësim të madh, si dikush që më në fund e di se ku duhet ta drejtojë zjarrin e vet të brendshëm. Demi, 20 prill, 20 maj, jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por këtë javë universi të nxit të mos dorëzohesh. Mos prit që diçka të jepet nëse nuk e kërkon vetë. Mos u mërzit me njerëzit që s'të japin atë që nuk e ke kërkuar. Jepi vetes shansin më të mirë për sukses, qoftë në dashuri, në punë apo në ndonjë ëndër të vogël që e ke mbajtur në zemër. Fati mund të mos jetë gjithmonë në anën tënde, por përpjekja, këmbëngulja dhe qëndrimi pozitiv janë armët që mund ta ndryshojnë rrjedhën. Në fund të javës mund të vëresh se diçka më në fund po shpërblen gjithë durimin tënd. Binjakët, 21 maj, 20 qershor, këtë javë do të përballesh me disa të vërteta të thella, veçanërisht në marrëdhëniet e tua. Deri më tani, mund të kesh zgjedhur të merresh me problemet e vogla, të dukshme, por ajo që të rëndon vërtet është më poshtë sipërfaqes. Yjet të ftojnë të mos kesh frikë të zhytesh më thellë në emocionet e tua, edhe nëse është e pakëndshme. Vetëm duke parë në sy atë që ke shmangur, mund të arrish paqe. Mos harro, shpesh gjërat që na friksojnë më shumë, janë ato që kanë fuqinë të na çlirojnë. Gaforia, 21 qershor, 22 korrik, ti e di mirë se lumturia nuk gjendet gjithmonë në duartrokitjet e të tjerëve. Por këtë javë, lejoje veten të ndjesh pak kënaqësi kur dikush të vlerëson, kur puna jote shihet dhe përpjekjet e tua vijnë re. Nuk ka asgjë të keqe nëse ndihesh mirë për këtë. Në fund të ditës, ajo që ka rëndësi është ekuilibri. Vlerësimi nga të tjerët mund të jetë si një dritë e ngrohtë që ndriçon edhe rrugën tënde të brendshme. Mos e moho, por mos e lër as të udhëheqë. Luani, 23 korrik, 22 gusht, këtë javë mund të ndihesh i lodhur nga përgjegjësitë, nga kërkesat e të tjerëve, nga nevoja për të qenë gjithmonë ai që mban gjithçka në kontroll. Do të doje vetëm pak qetësi. Por yjet të kujtojnë se ndonjëherë është më mirë të përballesh me kaosin se sa ta lësh të rritet. Mund të ndihesh i lodhur tani, por veprimi yt i mençur sot do të sjellë qetësinë që kërkon nesër. Ndonjëherë forca nuk qëndron në zhurmë, por në mënyrën e butë se si arrin të zgjidhësh një situatë. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator, kohët e fundit ke menduar se ndoshta kërkon shumë nga jeta, më shumë se ç'duhet. Por kjo javë është për të kujtuar se dëshirat e tua janë legjitime. Nuk je këtu për të jetuar një jetë të zakonshme. Ti ke lindur për të ndërtuar diçka me kuptim, për të përjetuar dashuri të thella dhe për të ndjerë gëzimin e vërtetë. Mos u kënaq me pak nga frika se mund të dukesh mosmirënjohës. Kërko më shumë sepse e meriton. Dhe universi dëgjon kur kërkon me zemër. Peshorja, 23 shtator, 22 tetor, gjërat që ke shtyrë për nesër, tani po të ndjekin. Një telefonat që duhet bërë, një ndjesë që s'është thënë, një projekt që pret nisjen. Mos lejo që frika ta bëjë më të madhe barën se sa është në të vërtetë. Këtë javë, përballu me to, me zemër të qetë dhe me besim. Do të zbulosh se ajo që dukej si një mal, është vetëm një hapësirë e vogël që priste të kalohej. Pas kësaj, do ndjesh një çlirim të thellë shpirtëror. Akrepi, 23 tetor, 21 nëntor, ti e urren kompromisin, sepse shpesh e lidh me dobësi. Por këtë javë, yjet të tregojnë një mësim të ri. Fleksibiliteti është forcë, jo dorëzim, në dashuri, në miqësi apo në punë. Përpiqu të dëgjosh po aq sa flet. Mund të gjesh një rrugë të mesme që funksionon për të gjithë, pa humbur veten.
Kjo është mënyra e re për të fituar, jo duke mposhtur të tjerët, por duke fituar bashkë me ta. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor, ka njerëz që përpiqen të bindin se ëndrat e tua janë shumë të mëdha, shumë të vështira. Por ti ke një zjarr të brendshëm që s'ka nevojë për miratim, këtë javë, dëgjo veten. Instinkti yt është busulla më e saktë që ke. Mos i lër dyshimet të zbejin besimin në vetvete. Edhe rrugët më të gjata nisin me një hap të guximshëm, dhe ti je gati për ta bërë atë hap. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar, ti e merr jetën me seriozitet, ndonjëherë edhe shumë. Por këtë javë, yje të thonë, lë shopak. Bëj diçka që të sjell gëzim, pa ndjer faj që nuk po prodhon apo nuk po arrin diçka, nuk është humbje kohe të buzëqeshësh, të luash, të pushosh. Këto janë pjesë të rëndësishme të një jete të plotë. Kur të lejosh veten të ndjesh kënaqësi të pastër, do të kuptosh se kjo është mënyra më e shëndetshme për të ringarkuar me energji. Ujori, 20 janar, 18 shkurt, kohët e fundit mund të kesh ndjerë se besimi në vetvete është lëkundur. Por kujtohu, edhe njerëzit më të mençur gabojnë. Kjo nuk të bën më pak të vlefshëm. Këtë javë, mos i kthe syt nga e kaluara me faj, por me mirë kuptim. Merr mësimet, por mos i lejo gabimet të përcaktojnë vlerën tënde. Kur të falësh veten, universi do të hapë dyert që më parë dukeshin të mbyllura. Peshqit, 19 shkurt, 20 mars, intuita jote është një dhuratë e rrallë, por këtë javë kujdes mos ta mbingarkosh. Jo çdo fjalë ka një kuptim të fshehtë, jo çdo shenjë është një mesazh misterioz, lejoje veten të marrë gjërat siç janë. E vërteta ndonjëherë është e thjeshtë, e butë dhe shëruese. Sa më pak të analizosh, aq më shumë do të ndjesh qartësi dhe paqe. Kjo është java për të dëgjuar, për të ndjerë dhe për të pranuar me qetësi atë që universi po të ofron.